I nderuar kryetar, të nderuar koleg, të dashur qytetar, sot përpara kuvendit paraqesim për shqyrtim dhe miratim 3 marrëveshje shumë të rëndësishme financiare, të cilat lidhen drejt për drejt me një nga projektet strategjike më fantastike për vendin ton, korridorin Hekurudhor 8, pikërisht fazën e parë, konkretisht segmentin Durrës-Rrogozhin, një investim që mbështetet nga Banka Europiane për Investime, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si dhe një grant prej 60 milion eurosh nga Bashkimi Europian. Sot, përpara miratimit të kësaj pakete marrëveshjesh, që për mua si antare Komisionit për Europën dhe punët e jashtme dhe si relatore këtyre projektligjeve, nuk janë thjesht instrumente financiare, janë fakt për çfarë ndihem sot krenare për Shqipërinë që jetoj. Për Komisionin ton, këto marrëveshje janë provë e prekshme e asaj çfarë do të thotë realisht integrim europian. Shqipëria nuk është më vendi që pret aty në derë, me dosje e premtime. Shqipëria sot është një vend partner. Është vend që financohet, që lidhet, që përfshihet në projekte të mëdha strategjike të Bashkimit Evropian. Ky projekt nuk është thjesht Hekurudh, le të kuptohemi. Ky projekt është vendosja e Shqipërisë në hartën ekonomike të Europës. Korridori 8 është korridori që na lidh me Italinë, me Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe tregun e përbashkët europian. Por është dhe korridori që bën atë, riaktivizon Shqipërinë e brendshme, qytetet tona, komunitetet tona, kudo ku ajo kalon. Sot, kur ne diskutojmë për këtë marrëveshje, nuk diskutojmë vetëm për një projekt të infrastrukturës, diskutojmë për rikthimin e besimit, diskutojmë rilidhjen e qyteteve tona me njëra tjetrën, diskutojmë për shqiptarët që do të lëvizin më shpejt, më sigurt dhe më pranë Europës. Sa herë flasim për korridorin 8, në mënyrë të natyrshme, flasim edhe për Elbasanin tim. Për qytetin që historikisht ka qenë nyja më e rëndësishme industriale e Shqipërisë tonë. Për njerëzit e mi që e kanë pritur në fakt prej dekadash që Shqipëria të ketë këtë vizion e të jetë i qartë në zhvillim për të qenë e lidhur, e qëndrueshme dhe europiane. Segmenti që miratojmë sot, Durrës-Rrogozhin, është vetëm hapi i parë, i cili është parakusht që nesër të flasim për fazën tjetër, Durrës-Rrogozhin, Elbasan, Pogradec. Pra gjithë boshtin që e fut Shqipërinë tashmë, realisht, e jo vetëm me fjalë, në rrjetin e përbashkët të BE-s. Këto marrëveshje tregojnë edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme. BE-ja beson tek Shqipëria. Nuk të jep as kush, as një cent nëse nuk ke stabilitet financiar. Nuk të financon as kush korridore ndërkombëtare nëse nuk beson te drejtimi ku po shkon vendi. Nuk të jep kredi të buta, grante strategjike dhe as partneritet afatgjat nëse nuk beson tek qeverisja dhe te serioziteti institucional. Dhe kjo është një fitore e reformave tona, e punës tonë, e stabilitetit që tashmë e kemi arritur. Ky është në fakt integrimi europian në praktik. Nga Shqipëria e vonuar dhe e lënë rrugëve, tek Shqipëria e lidhur, shumë vite më parë në fakt, kur udhtoje nga Elbasani drejt Durrësit, Hekurudha ishte një kujtim i largët. Unë nuk e kam pasur fare shansin ta përjetoj, por edhe prindrit e mi shumë pak. Sot ne e kthejmë atë kujtim në standard europian, në shpejtësi, në siguri dhe sigurisht në zhvillim. Nuk po ndërtojmë thjesht një linjë treni, po ndërtojmë një korridor ekonomik, një korridor pune dhe mundësish që do të ndikojë tek biznesi, tek turizmi, eksportet, tek qytetarët që udhtojnë çdo ditë për në punë. Për këtë arsye, sidomos edhe si deputete e Elbasanit, më lejoni t'ju them, ky projekt është një urë që po e çon Shqipërinë në Europë dhe po e rikonfirmon Elbasanin si nyje tashmë të Europës, jo vetëm Shqipërisë. Dhe sa më afërt jemi me Europën, aq më shumë mundësi do të ketë rinia jon, ekonomia jon, komunitetet tona, rurale dhe urbane. Ky kuvend ka një detyrë, ta përshpejtojë integrimin dhe jo ta ndalojë atë. Në një kohë ku disa zgjedhin zhurmë, bojkot, mungesë në terren, ne në fakt kemi zgjedhur të bëjmë punën, sjellim investimet, të lidhim Shqipërinë me rrjetet ndërkombëtare. Këto 3 projektligje janë shembulli më i mirë i asaj çfarë bëjmë ne. Jo fjalë, por rezultate, rezultate, rezultate. Të nderuar koleg,
Korridori 8 është projekti që do të ndikoj drejt për drejt në dekada në ekonominë shqiptare. Do të ndryshoj mënyrën si lëvizin njerëzit, mallrat, si lidhen qytetet tona me Europën. Dhe për mua, si relatore e tyre në Komisionin e Europës dhe punët e jashtme dhe si përfaqësuese e Elbasanit, është nder të kontribuojnë në këtë proces, që nuk është vetëm infrastrukturë në fakt, është ambicie europiane, është zhvillim, është besim, është vizioni përbashkët. Ju ftoj ta votojmë këtë paket me bindjen e plot se sot miratojmë jo thjesht një projekt, por një hap drejt Shqipërisë 2030, Shqipëria europiane, Shqipëria e lidhur, Shqipëria moderne, Shqipëria që më në fund e jeton të famshmen e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Kjo është Shqipëria si gjithë Europa. Faleminderit.